pejgamberit Allahut xhel. Ne di me gjithë se pejgamberi Allahut ka qenë do thot ummi, nuk ka ditë as me shkruas me lexu. Kjo është një prej mrekullive e cila neve na bën me ditë do thot që pejgamberi Allahut azza xhel nuk ka ditë me shkruaj, nuk ka ditë me lexu, mirë po shpalljen do thot kur i ka ardhur e ka transmetuar dhe qerë ka shkruajtur për të. Do thot që nuk ka pos mundësi që pejgamberi Allahut marrë vetë ta marrë ta shkruaj Kur'anin me dorën e vet, sepse nuk ka di shkrim lexim, nuk ka pos mundësi që të marrë librat filozofëve edhe të lexoje ose diçka tjetër siç pretendojnë disa, se ky libër është libri i Muhamedit, dhe nuk është libri i Allahut. Kjo është do thot bindje e gabuar, edhe për fat keq bind disa nga musliman duke menduar se pejgamberi Allahut e ka shkruajtur me dorën e tij, jo se si. Pejgamberi Allahut nuk ka prek nga dora e tij. Çdo sen e cila është libri i Allahut në shpallje. Pejgamberi Allahut i është zbrit nëpërmjet Xhibrilit, pastaj pejgamberi Allahut u ka transmetuar shokëve të tij, edhe në atë moment e kanë marrë e kanë shkruar shokët e tij do thot më një herë. E në këtë rast pejgamberi Allahut prej shkrimtarëve që e ka pas një njeri i cili ka qenë marrë i krishterë. Ma vonë e pranon Islamin, edhe pasi që e pranon do thot Islamin, ka qenë krishter i Beni Nexharit. E pranon Islamin bëhet prej shkrimtarëve ose prej atyre që e shkruajnë shpallje. Propozitë e lartë sepse pejgamberi Allahut ja ka premtuar një njeri i cili ka qenë besnik. Edhe ai njeri ma vonë do thot sprovohet. Sprovohet edhe del nga feja e Allahut. E braktis fen Allahut. Dhe shkon në mesin e krishterëve hik prej pejgamberit Allahut dhe hik prej muslimanëve. Edhe kur shkon atje ju thot krishterëve ju thot se ju nuk e dini ose ju do thot du ta kuptoni se unë kam shkruajt Kur'anin. Dhe pejgamberi Allahut ka fol krejt për asaj unë që e kam shkruajtur. Edhe kur e dëgjojnë krishterët fillojnë ta madhështojnë, ta madhorojnë. Dhe ti thonë se ti që ke njëri i mençur, pasi që ti pe shkruajsh Kur'anin dhe Muhameti po fol kam me të, atë puna jote që ka punë madhe shumë madhështore, edhe atëre marrin dhe jopin pozitë. Mirë po deri kur derisa Allah nuk ja thën qafën atë. Edhe pasi që ndron jeta e njëri, pasi që vdes e marrin krishterët e vorrosin. Pasi që e vorrosin trupi i tij i del jashtë. I del jashtë. E nxjerr toka prej varrit. E marrin e vorrosin edhe një ramafell. Prap toka e merr edhe nxjerr jashtë. Dhe kur e shohin se nuk ka mundësi njëri të vorroset e marrin dhe e lajnë ashtu. Do thot ndëshkim i rënd prej anës Allahut subhan. Pra njëri i cili e prek nderin e pejgamberit Allahut, dhe flet keq për pejgamberin Allahut, përfundimi i tij është shumë i keq, sepse Allahu e ruan nderin dhe e ruan hakun e pejgamberit Allahut subhan. Prandaj thonte Sheikhul Islam Ibn Taymija, thonte se ne dimi gjithë se njerëzit kur vorrosen toka nuk i nxjerr jashtë. Përveç se nëse ndodh ndonjë vërshim i madh, i cili ka mundësi që të shpalozë do thot xhenozet. Mirë po rastet kur ndodhin të tilla, do thot që Allah do thot ata njerëz i ndoshkon shumë rënd. E këta njerëz i thot i te kaluan kufit, e prekën pejgamberin Allahut nder dhe shoh dhe folën për pejgamberin Allahut, Allahu i dhon ndëshkimin matron. Madje thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, edhe ne e dimë gjithë se e ka një libër Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah, As-Sarimul Maslul ala Shatim ar-Rasul. Është një libër dhe me sa e di është i përkthim edhe shqip, do thot ku flet do thot për dispozitën e tij që e shon pejgamberin Allahut azza wa jall. Sidoqoftë Ibn Taymija thot se më kanë ardhur lajme nga ata që kanë luftuar në lindje dhe në perëndim dhe kanë thënë se kur kemi dalë nëpër betejë dhe kemi rrethaku vendet, e kemi pasur nuk ka mundësi që të deportojmë deri tek ato vende. Dhe ato do thot ato këshilla apo ato villa që kanë pasur në periudhë, thot edhe jemi dëshpëruar derisa thot kemi dëgjuar se ai popull e ka shoh pejgamberin Allahut ose ka fol keq për pejgamberin Allahut dhe atëherë thot jemi përgëzuar sepse kemi ditë që pasi e bën një vepër të tillë Allah ka për minut shmu. Edhe me të vërtetë pas një periudhe Allahu tha na mundsonte që ta marrim avend dhe ta mundim do thot atë popull. Pra pejgamberin Allahut Allahu e ruan dhe e mbron dhe e ruan derin e tij dhe e ruan do thot emrin e tij.